Allahun hamd i bajmë, Allahun e falenderojmë, Allahun vetmin Allah që meriton atë e madhrojmë, edhe prej Tij në këtë moment falje dhe rahmet kërkojmë. Prej Allahut kërkojmë Jannatul Firdausin dhe Allahu na ruajt nga zjarmi i xhehenemit. Nga ky vend dhe kjo ditë e veçantë, ditë Gjumaje, ditë Ramazani, kërkojmë nga i madhi Allah që Allahut na bën nasib Jannatul Firdausin dhe të na ruaj nga zjarmi i xhehenemit. Nga ky vend dhe kjo ditë e veçantë, ditë Gjumaje dhe ditë Ramazani, i çojmë salate krijesës më të dashur të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij dhe gjithë atyre që e ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Hafëzler të nderuam dhe ju xhamati pranishëm në këto momente të veçanta që ne kemi ardhur për ta lutur Zotin. Allahu lutjet i pranon nga zemrat e pastërta. Allahu i pranon lutjet nga njerëz që kanë sinqeritet. Allahu i pranon lutjet nga njerëz e devotshëm. Dhe padyshim se muji i veçantë i devotshmërisë, siç thojnë ulemaja, është muji i Ramazanit. Edhe shumica haxhallarëve thojnë se muji i Ramazanit është muji i agjerimit. Po, themi se është muji i agjerimit dhe nëpërmjet agjerimit e arrin devotshmërinë. E lusë Allahun e madh që agjerimin ton dhe gjitha ibadetet Allahut i pranon ja Rabbel Alamin. Mesazhi i hutbës është se gjitha ibadetet që i bëjmë e kemi një qëllim shumë të rëndësishëm. Ajo është qëllimi i pastrimit bërllokut në zemrën tënde që ke, me nxjerr të keqen nga zemra. Dhe gjitha ibadetet që i bëjmë është pastrim dhe filter i zemrës. Ai njeri që hin Ramazan dhe nuk e pastron zemrën, mos të mendon se Ramazanin e ka tamam. Prandaj esenca e fejes Allahut në këtë muj dhe në muj të tjerë, por në veçanti e don një ndryshim drastik që ti ta ndryshosh zemrën në Ramazan, ti ja bëjsh teslim Allahut. Ta madhrosh Allahun, ta agjërosh, të lexosh Kur'an, të japsh sadaka dhe gjitha ibadetet me një qëllim, vetëm se ta ndryshosh zemrën tënde. Prandaj esenca nuk e kam në aspektin fizik të zemrës, po e kam në aspektin shpirtënor, se në atë ditë nuk ban dobi, thot Allahu në Kur'an, as malli as evladi illa men atallaha bi qalbin selim, vetëm se ai i cili vjen me zemër të pastër. Prandaj filteri i 12 muajve për me pastru zemrën tënde është muji i Ramazanit. Atëherë të shfrytëzojmë ditët që na mbesin në vijim në Ramazan, të nxjerrim të këqijat në zemrat tona, edhe me agjerim, po edhe me gjitha ibadetet tjera, të kujdesemi për zemrën. Mos jap zemrën me qira mendimeve të huaja dhe vezveseve të shejtanit. Të mendosh për tjetër kanë keq, të mendosh ndoshta edhe për Zotin keq, se Allahu nuk të fal, Allahu nuk të udhëzon, Allahu nuk të jep bereqet, Allahu nuk të jep evlad, Allahu nuk të jep shnet, nuk ban me mendu kështu. S'ka zemër më e poshtër e cila mendon keq për Zotin. S'ka zemër më e keqe se ajo zemër që mendon keq për vllahun e vet. Prandaj Ramazani është moment i ndryshimit të zemrës tënde me Allahun. Allahu i na ndriçoft zemrat tona ja Rabbel Alamin. E dyta, ky Islam asnjë ibadet nuk bëhet kabul pa men. Namazin e ka obligim ai që ka iman dhe ai që ka men. Prandaj kontrollin e mendjes mund ta ruash vetëm duke madhruar Zotin. Vallahi filani 60 vjet, shkencëtari asaj, shkencëtari kësaj, nuk e beson Zotin. Për këtë dynjan ka vend, ka mundësi me logjiku dhe me meditu, për Allahun s'ka mendu. Prandaj muji Ramazanit është që këtë mendje ton, e fela ta akilun, e fela të tedebberun, a nuk logjikoni, a nuk meditoni, a nuk e shofim na se Allahu po don më na fal, Allah i po don më të udhëzu, Allah i po don më ta pastru zemrën tonë dhe më ta afru afër rahmetit Zotit. Atëherë shfrytëzoje mendjen tonë duke meditu se esenca e kësaj fejes është zemra e shnosh dhe mendja e shnosh. Atë sa më shumë mendjen e ki në kontrol, jo pa më dalë pi kontrolës, aq më shumë ibadetet tua janë efikase duke madhruar Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe e treta,
nuk ka shumë rëndësi ndonjëherë sa reqate banë. E sa të mira ke ba, nëse je arrogant dhe nuk ki sjellje të mirë. Islami kujdeset për ty dhe mu për 3 sene, me rujt zemrën dhe me ndryshu, sidomos në këtë sezon të mirë. Me rujt kontrollin e mendjes dhe e treta, kur e ki zemrën kontroll, kur e ki mendjen kontroll, rezultati del me njerëzit, atëherë je i sjellshëm me njerëzit, atëherë ki akhlak të mirë me njerëzit, atëherë je modest me njerëzit, atëherë ki e shëmbëltyrën uswatun hasana, siç ka qenë pejgamberi alayhis salam, shembulli më i mirë. Nuk guxon muslimani mu kanë në Ramazan me agjerim, me Kur'an dhe arrogant. Atëherë shfrytzoje, hoq, çish ta ndrojë në këtë gjendje? Hoq, çish ta ruaj zemrën, çish ta ruaj mendjen dhe çish ta ruaj sjelljen? 3 sende: zemra, mendja dhe sjellja. Atëherë bane njetin prej në këtë moment të rush zemrën shumë, se në atë ditë nuk të ban dobi asgjë vetë se zemra e pastër. E dyta, rregullon raportin me namazin. Fale 5 kohë, nuk mundesh me ndryshu zemrën dhe mendjen në udhëzim të Zotit derisa nuk falesh. Vallai filani burr i mirë, filani e ka zemrën e mirë, a bën sejdë? Nuk bën, nuk është burr i mirë. Prandaj zemrën dhe mendjen e ruan namazi, inna salata tanha anil fahsha. Ky namaz largon njeriu nga veprat e shumtuara. Namazi efikas, namazi cilësor, jo namazi formal. Walladhi thot Allahu në Kur'an, alladhina hum fi salatin khashiun. Ata janë shpëtuar kur namazin e tyre e bëjnë me frikë dhe respekt. Ky namaz ta ruan zemrën, ky namaz ta ruan mendjen, ky namaz ta ruan sjelljen. Allahu nasip na boft ya rabbel alamin. Do ndryshimin, atëherë vlla, do me rujt zemrën dhe mendjen, largoju prej gjunaheve. I kam 5 gjunahe të mëdhaja, nisja pit madhës, pastaj dytës, pastaj tretës, hoq kam ndryshu më njëherë, së ndryshon më njëherë. Po fillo hap pas hapi. Në këtë Ramazan filloje duke e reduktu, duke i largu gjunaheve më të mëdhaja, e pastaj edhe më të vogla dhe ashtu me radhë. Fillo me po pak më shumë ibadet. Sa më shumë ibadet e ushqen zemrën, e ushqen mendjen. Ushqimi i zemrës është ibadeti. Ushqimi i mendjes është dituria e dobishme. Çeku e ki poligonin, çeku e ki terrenin e Ramazanit. Shtoja imanin në zemrën tënde, shtoja diturinë në mendjen tënde dhe shtoja akhlakin në jetën tënde. Ndrysho veten dhe thuj për fund: Ja muqallibal qulub, ndajoni me vëmendje. Këtë hadith, këtë dua e ka bën njeriu i garantuar për xhennet. Allahu, krijesën më të dashur e ka pa Muhamedit alayhis salam. Ka thonë: Ja muqallibal qulub, o ti që i rrotllon zemrat, thabbit qalbi ala dinik. O Allah, forcoje zemrën time në rrugën tënde. Kjo është dua, mesazh hynor. Nëna ummet i kujna, i më të dashurit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ai e ka bën pa gjunahe, na me shumë gjunahe kena nevojë më shumë, i thon Allahut, në këtë Ramazan ta ndryshojmë zemrën tonë, mi thon: O Allah, zemra ime është në dorën tënde, forcoje. Një njeri pas ka fal namaz, një njeri pas ka lexu Kur'an, një njeri pas ka dhënë sadaka, ama kur del jashtë arrogant, me gruën arrogant, me fëmijën arrogant, me kojshien arrogant, me krejt sjellje jo të mirë. Një ditë ndëgjoj hoxhën, thumma qasat qulubuhum, zemrat e tyre ishin ngursu. Bel ashaddu qaswa, thot Allah në Kur'an, bile disa zemra janë edhe më të forta se guri. E ndëgjoj këtë, tha une, pse i bëj këto e zemrën se kam tamam? U qunë sabat Ramazanit, i fali 2 recate, i qoj dur dhe tha: O Allah, bane këtë Ramazan që unë ta ndryshoj sjelljen, unë po fali, unë po baj këtë. O Allah, i ka mungu që ky element, lutja e sinqert. I tha Allahut: O Allah, zbut ma zemrën, se s'm ka hije mu kanë musliman arrogant. U kthy te shtëpia, lypi halallok, me antarët e familjes, e me shoqëri, e me xhamat dhe me ketë. Ajo ishte pika e ndryshimit. Çdo herë ka diçka për udhëzim sebeb. Ti që ke ardhur në xhami është bën sebeb. I studenti që është bën më i mirë, ka dikush sebeb. Dikush me fjalë, dikush me vepra, dikush me rnek të mirë. Prandaj pa zgjat më shumë. E lutim Allahun në zemrat tona, Allahu t'i ruan ya rabbel alamin. Allahu t'i udhëzon, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Ata që tamam besojnë Allahin,
Allahi ja udhëzon zemrën. Nuk ka mirësi më të madhe se Allahi më ta udhëzon zemrën. Nuk ka mirësi më të madhe se me rujt mendjen tënde duke madhruar Allahun, dhe nuk ka musliman më të mirë se ata cilët kanë ahlak të mirë. O Allah, shtoje imanin në zemrat tona. O Allah, shtoje diturinë në mendjen tonë. O Allah, shtoje ahlakun dhe sjelljen në shoqërinë tonë. Ya Rabbel Alamin, elusim Allahun e madh që Allahu gjitha ibadetet Allahu t'i pranon. Dalshmi fitimtar nga ky Ramazan, ya Rabbel Alamin. Allahu na shpërblef me Jannatul Firdaus. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين الذي أمر بالتمسك بالقرآن العظيم وأمر باتباع سنة نبي الله ونهانا عن الابتداء ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أقدام المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم احفظ إخواننا في غزة وفي فلسطين يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا صيام رمضان. اللهم تقبل منا قيامنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.